kur Edi Rama ironizoi Donald Trumpin në një forum ndërkombëtar, duke përmendur ngatrimin mes Shqipërisë dhe Armenisë, e shiti sërish veten si mjeshtër batutash dhe sfidues global. Por këtë herë satira pati pasoja. Reagimi nuk vonoi. George Papadopoulos, ish këshilltari i Trumpit për politikën e jashtme, publikoi një fotografi ku Rama ndodhet në zyrën e tij me Charles McGonigal, ish agenti i FBI-s që sot është i dënuar në Shubaa për fshehje faktesh dhe përfitime të dyshimta nga lidhje me Shqipërinë. Kjo fotografi e thjesht në dukje është sot një akt akuzë vizuale. Ajo nuk është më thjesht imazh, por dëshmi e marrëdhënieve që kryeministri i Shqipërisë ka pasur me një figurë që drejtësia amerikane e ka futur në arkivin e korrupsionit ndërkombëtar. Dhe sa më shumë të tentoj Rama ta shes këtë takim si një bisedë miqësore për ndikimin rus, aq më shumë rritet dyshimi publik dhe ndërkombëtar se e vërteta është tjetër kund. Pse është kjo foto kaq e rëndësishme? Sepse lidhet direkt me një dosje të FBI-s që përmend udhëtime, pagesa dhe influencë të drejtë për drejtë në vendimarrjen shqiptare, sepse përmend tentativa për ndikuar në dhënien e licencave energjetike, sepse përmend rolin e Dorian Duçkës si lidhje midis Ramës dhe strukturave që përfitojnë nga bizneset publike. Dhe mbi të gjitha sepse vendos pikpyetje serioze mbi integritetin e institucionit kryeministrit në sy të aleatëve ndërkombëtar, kur një agent i lartë i FBI-s dënohet për mosdeklarim marrëdhëniesh me një qeveri të huaj, edhe kjo qeveri është Shqipëria, rreziku nuk është vetëm reputacional, është diplomatik. Në Washington, Londër apo Bruksel, askush nuk do të shohë me të njëjtin sy një vend ku liderët politik fotografohen në zyrë me njerëz që më pas dënohen për korrupsion ndërkombëtar. Asnjë batut nuk e shuan këtë zjarr. Sot Rama është i detyruar të përgjigjet jo me sarkazëm, por me dokumente. Jo me mohime të turbullta, por me transparencë të plot. Sepse më shumë se sa tallja me Trumpin, ajo që i rëndon mbi supe është lidhja me një personazh që është kthyer në simbol të bashkëpunimit të errët ndërmjet zyrtarëve shqiptar dhe rrjeteve të interesit financiar e politik. Edhe nëse drejtësia shqiptare nuk vepron, të paktën drejtësia amerikane ka dhënë një mesazh. Askush nuk është mbi ligjin as në Tiranë. Shqipëria nuk e ka më luksin të hesht, të relativizojë apo të tallet me skandale të këtij niveli. Në një kohë kur perëndimi e sheh Ballkanin si një fush betejë kundër ndikimit rus dhe kinez, çdo lidhje e errët është bombë me sahat. Dhe kur kjo lidhje përfshin një kryeministër, heshtja nuk është më strategji, është pranim fajësie.